çështje? E vërteta është se një radhë parë duhet uroj ditën e Europës të gjithë shqiptarëve dhe europianëve. Por kjo ditë e gjen Shqipërinë në udhkryqin më të rrezikshëm në historinë e saj. Në një udhkryq të shkatërimit të ëndrrës europiane, në shumë kuptime. Në një kuptim, zëvendësimit të vlerave europiane, standardeve, normave dhe kritereve me ato të narkoshtetit, të pushtetit absolut të Edi Ramës, por në një kuptim tjetër, edhe të vetë ëndrrës, si të themi, si projekt i trive shqiptarë që e marrin me vetë rrugëve të botës. 720.000 tri shqiptarë janë larguar nga Shqipëria, që do ndërtonin këtu Europën, do ndërtonin ëndrrën europiane. Tani, mendoj se partnerët tanë kanë realizuar se ç'përfaqëson Edi Rama dhe qeveria e tij. Natyrisht, duhet të jemi sinqert. Edi Rama e ka bazuar kryekput procesin e integrimit në lobim korruptiv. Lobim të fuqishëm korruptiv. Nuk është e larg dita kur raportet që shkonin në Komisionin Evropian nga përfaqësia e tij me të famshmen hajduten Romana Vlahutin, shkrueshin në zyrat e Edi Ramës dhe firmosishin nga ajo. Shqiptarët dëgjuan se si u arrestua Federica Mogherini, e cila ndër të tjera ishte dhe mikesha më e dashur e Edi Ramës, por nëse u arrestua në Bryzh për 3 milion euro, unë ftoj prokurorin publik evropian, ftoj Olafin, të vinë të hetojnë marrëveshjen korruptive të saj me Edi Ramën që shkon në 20 milion euro. Po imagjinoni ju forcën dhe peshën e saj në lobing. Imagjinoni ju 10 milion euro që shpenzon për të korruptuar. Kurse, për sa i përket ambasadorit aktual, unë kam shprehur, ky sillet si me qenë ambasadori Edi Ramës, masi ky zotëri në mënyrë të vërtetuar, ka transmetuar në Bruksel trillimet më të pavërteta ndaj opozitës. Sikur opozita nuk është për integrimin, për të mos treguar shumë gjëra tjera, dhe se kur diskutohet në Coelho pse nuk i hiqet imuniteti Lubi Ballukut, shkëlqësia e tij Gonzato thot se ky është interpretimi shqiptar i imunitetit. Në një kohë kur, në vitin 2009, 2010, 2011, sa herë ka kërkuar prokurori i përgjithshëm janë heq imunitetet pa asnjë koment. Zëvendës kryeministër, ministra me radhë. Por, ne jemi ata që i themi gjërat haptas. Dhe është përpjekur në shumë mënyra të paraqes opozitën si jo të orientuar drejt integrimit, po ka dështuar eksponent transishëm të Bashkimit Evropian ja kanë bërë të qartë në pranit të tjerëve se opozita, se Partia Demokratike është thellësisht orientuar për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe është partneri ynë, i është thënë
shkëlqësisë ti, ndaj dhe ai ka bërë zgjedhjen e vetë, është unifikuar komplet me Edi Ramën, dhe sa herë unë thoja ndonjë të vërtet, bashkë me ndonjë lobiste tjetër të tij në Komisionin Evropian, shohin deklarata, por unë absolutisht shqiptarëve dhe bashkimi dhe partnerë europian do të them të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Ada Tota, doktor përshëndetje, policia ka deklaruar se do të vendos censurën dhe nuk do të publikojë ngjarjet që ndodhin çdo ditë. Sipas jush, për çfarë arsye policia e Skënderhitajt ka vendosur që të fshes situatën kriminale në vend? Omerta, kodi mafjes. Mafja. Ky është zëvendësimi i shtetit ligjor i transparencës me ligjin e mafjes. Skënder Balluku, mos i thoni Skënderhitu, Skënder Balluku, që është një hajdut me çizme. Një hajdut do ta marrin vesh shqiptar se përfaqëson Skënder Balluku shumë shpejt. Edhe do ta dinë se çfarë mbron ai. Do ta mësojnë se çfarë mbron. Shoqëri Mirtollari, doktor Mirdita. Mirdita shoqëri. A keni besim se drejtësia shqiptare do të ushtrojë detyrën e saj në mënyrë të pavarur dhe pa ndikim politik në hetimet që lidhen me emra si Akshi, Gysagasi apo Belinda Balluku? Gjithçka degradoi, i dashur shoqëri. Totalisht. Belindën përdori Edi Rama 83 mandatet si thika krimi për të mbyllë dyert, heqjes imunitetit dhe arrestimit të saj, sepse ishte vetë të paktën në 60% më shumë se Belinda ndosjet e saj. Kështu që Belinda u mbyll, bile sot ajo duhet ta dini një gjë, bën ligjin në partinë e krimit dhe s'ka si të mos e bëj ligjin në partinë e krimit. Ju garantoj për këtë. Cilin do që don ajo e heq dhe e bën të paqen. Nuk është rasti këtu vetëm për Spiropalin, po kërkoni pak ku e keni Ogertën. Ogerta ngriu, vetëm se i tha Belinda mirë është t'japish dorëheqjen se qytetarët po na sulmojnë shumë, nuk po na presin, nuk po flasin vetëm për ty tani. Ashtu i tha jo mirë. Edhe e keni pa ku në për ekrane? E keni pa të bajdoj deklarat më? Ja qepi goj. Lubia emroi dhe Skënder Ballukun, drejtor policie, më shpres se ky horr, ky kriminal në krye të policisë do mund ta mbrojë. Do ta shohim. Shqiptarët do të mësojnë se cili është Skënder Balluku shumë shpejt.